Territori i Kosovës për datën 2 tetor 2025 do të karakterizohet nga mot me vranësira të shpërndara dhe rreshje të lehta lokale, kryesisht gjatë orëve të pasdites. Në zonat e ulëta rreshje do të jenë të kufizuara dhe të përkohshme. Temperatura minimale do të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të ngjitet deri në 20 gradë Celsius në qytetet kryesore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi verior dhe veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë mesatar, rreth 3 deri në 4. Lindja e diellit në Prishtinë më 2 tetor 2025 është në orën 06:27 minuta. Perëndimi i diellit në Prishtinë më 2 tetor 2025 është në orën 18:23 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 7 deri në 20 gradë Celsius. Podujev, 6 deri në 19 gradë Celsius. Skënderaj, 6 deri në 19 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 20 gradë Celsius. Prishtinë, 6 deri në 21 gradë Celsius. Gjakov, 7 deri në 20 gradë Celsius. Malishev, 6 deri në 20 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 19 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 19 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 19 gradë Celsius. Suhare, 7 deri në 20 gradë Celsius. Prizren, 8 deri në 20 gradë Celsius.